Une janë pozitë qëndrueshme në këtë drejtim, për shkak se asnjëherë gjatë rrugtimit tim politik nuk më vendos vijat kuqe, s'ku vendos as në këto zgjedhje, dhe besoj që nuk është e mirë me pas vijat kuqe. Kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e ku më dhonë preferencën time, se më shëndetshme për vendin është krijimi i qeverisë për partive cilat kemi qenë në opozit, tash varet kjo për numrave, që është bëhet numra, ka ma shumë formula, mirë po megjithatë nuk më qenë përjashtues, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe qëndrueshme, do të me pas marrëveshje politike. Do të me pas marrëveshje politike, qysh tash pa filluar ende konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit. Hamza, që komentoni humbjen e rreth 40.000 votave nga PDK-ja në këto zgjedhje? Nuk e dija e në 40.000, presum fond, se nuk është rezultat ende i përmbyllëm, po flasëm për momentin, unë pres që dikun do të jenë 30.000 vota, edhe kjo e ka shpjegimin e vetë, sigurisht se e ka shpjegimin e vetë, dhe nëse shikojmë me kujdes, rezultatin zgjedhor del që në 4 komuna ka qenë humbja më e madhe. Edhe për më keq, në 4 komuna, Partia Demokratike e Kosovës qeverisë në nivel lokal. Vota më shumë kemi humbur si vot, jo si përqindje, kemi humbur në Skënderaj, në Drenas, në Prizren dhe në Ferizaj. Këto janë 4 komunat që është humbja më e madhe e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke bërë gjitha analizat e nevojshme, une e thash, as më shefna mas përgjithësisë, as nuk nxitohna në vendime, as nuk vonohna në vendime, do të kemi analistë mirëfillt dhe do t'i adresojmë sakt shkaktar pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arrit me mobilizu elektoratin e vetë. Pavarësisht që ne këto mundëm me këthy edhe ndryshe, se fuqia një partije politike motet me ulse të kuvend. Se ka njëherë mundësh me pas ma shumë vota e me pas ma pak ulse. Ka njëherë mundësh me pas ma pak vota e ma shumë ulse. Prandaj se e morëm si numër të ulseve, është e sigur që do të kemi 22, ma pak s'ka. Sa dalin ma shumë, meten me pa. Dhe me thëmë Partia Demokratike e Kosovës, sa e përket numrit dhe përfaqësimit në kuvend e ka rujt qëndrueshmërinë dhe stabilitetin. Pas shumë vitesh fitore në Madhëshim, që komentoni? Shka, është mirë që është fitore, mirë po edhe aty nuk është që është ndonjë fitore me numër të madh votave, është, domethënë, pak ma shumë se sa që kemi pas vota në zgjedhjet paraprake në muajin dhjetor.